Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë ndaj Ministrës së Tregtisë, Industrisë e Ndërmarrësisë Rozet Hajdari. Një gjë e tillë ka konfirmuar vetë ministri Hajdari. Në profilin e saj në Facebook ajo ka shkruar se sapo të ketë pranuar të plot dokumentin e aktakuzës do të deklarohet për media. Sapo njoftova nga avukati im për dorëzimin e aktakuzës nga Prokuroria Speciale në gjykatën themelore në Prishtinë, lidhur me çështjen e kontraktimit të rezervave shtetërore. Proces ky tepër i rëndësishëm për të gjithë ne. Sapo të kem pranuar të plot dokumentin e aktakuzës do të deklarohem mëgjërësisht për media. Unë ndihem krenare për punën që kam bërë si ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë në kohën më të vështirë, sigurimin e rezervës shtetërore të mallrave me produktet esenciale për jetesë, në kohën kur ishim të pambrojtur, gjatë muajve shkurt dhe mars 2022, ka shkruar tutje Hajdari. Në kohën e pandemisë, mend kishte porositur me kontrata njëmbërimore disa mallra për rezervën shtetërore. Megjithatë, një sasi e madhe e tyre nuk ishte arritur. Fjala ishte për miell, sheqer e vaj.